nështë isha dalë në këtë pjesën prej mediave mu marë me aktrim, me humor, si shka qenë edhe babi. Se jam adhuru si madh i sportit, vetë në kanë aktiv në futbal. Futbal, po. Liverpooli. Liverpooli. Si prind nuk më imponu asgjë. Ndoshta mu shkput pjesërisht për mediave, kuptimin pse pjesërisht, nështë isha dalë në këtë pjesën prej mediave, mu marë me aktrim, me humor, si shka qenë edhe babi humorist, aktor, e ku menu edhe pjesën që se krejt largona për mediave, po me sport, sepse jam adhuru si madh i sportit, vetë në kanë aktiv në futbal. Futbal, po. Kështu që e ku menu nga njëherë, por fatkesisht në këto kushtet tona, sot ku jem me sport, në këtë rast me futbal, së më ka josh ajo pjesa me... Apo, a je pishman kështu që se ki vazhdu ma seriosisht ta ma me një fuqishëm futbolet a jo? Pishman jo, po ty po rrethanat edhe ty po kushtet çfarë janë, e kum lanë dyqysh me ecë ajo pjesë, jo me kanë shumë nostalgjik ose pse se kum bo. Po veç po full me pasion, a? Po full me pasion. Kushtet ma të mirë, ose të kishë qenë diçka ma që ecë, që do mos mas luftës, zhik po. Po, shofëm, nuk i dijet. Okej, ekipi favorit në futbol? Liverpooli. Mendova që adin se unë i njohë veç dy ekipe. Apo? A dhe adin që i njohin krejt. Një Barcelona dhe një Real Madrid. Tani më të të mirë, you never walk alone. Bash, okej. Cila ka qenë kritika më e rëndë që e ke marë për punën tënde edhe qysh e ke pritu? Këto vite në media, punë me kolegë të ndryshëm, që ndoshta kam pas përvojë dhe më shumë se sa jo me personazhe të ndryshme, a ki ndonjë kritikë kështu në mendjen që ke si vath në vesh e merr kudo me vete, që nuk e harron asnjëherë. Ta ka thënë dikush se ke përjetu mirë ose ndoshta edhe ke përjetu mirë, pse jo? Ta thëm me sinceritetin më të madh, dër këto vite, tash unë jem në televizion RTK qysh prej 2004, kritika ose diçka nuk këm pas, edhe mbuna me ata, diçka që më ka met, ose këm marrë kritik të madhe, këm një vetën keq, ose jëm ballafaqu me atë kritik tash për të fort, ose diçka që më kam lanë përshtypje të hidhun, jo. Ka pas asi kritika, po me të përcjellje të humorit, ose të ndonjë shakaje, për ndryshe me sinqeritetin më të madh prej që jam në të kritikë serioze të madhe, që e kom pru vetën më ullë me drejtora në ajse me diskutu, jo. Bashkë këto dy janë si shtyllat të mediave që sot ki dashni edhe për kushtim atëre e rëzën atë pjesën që po thu shumë gjatë, ose me fillu mu të bo, që thot populli bajat, po si do që tjetë kur e dënë edhe për kushtimin madhë, si do mos gazetaria të e din edhe televizioni, media, do të me dash shumë, për mas marë në atë pjesën, në atë fazën ku të votë monoton. Kështu që nuk jam në atë fazë, du shumë këtë profesion. A ke pas në moment, kështu ku ki thonë, adin qka, ejtë sa qëtash, po moj ma. Po, që edhe ashtu e këteva përgjigjen shumë shpejt, po. Ka kësi momente, po, jënë tralla, po e bukra e kësaj që ki ma shumë momente që e dënë këtë profesion edhe ja për kushtim për këtë profesion, kështu që e rëzën atë pjesën që të bëhet bajat. Veç, a më ndënë se të qësh jo se cili mundet dhe jo shumë let mundesh me uqas në botën e medias, jo gjithë kush mundet me hyne, se veç për një me nuk e ki qatë dashnin edhe po, për kushtimin e përmendem, sa do që duket klishe, në se cilin profesion është e tillë, po prap në media është ma ndryshe. Pastaj balanca e familjes, jetës private, me këta profesionale që është orare pa orare, gjithë shka tjetër, jo gjithë kush mundet me bo. Këtë balancën, që shve që kini bo jo, andi e shkeq edhe Lea është pjesë e medias, a jo, andi e shkeq jo, po se din. Po bashkë që kjo është se unë në media dhe vajza Lea që punon tash në KTV, në Ekspres, e kemi diskutu, e kemi para se me dalë në media, dhe më thonë, si prind nuk më imponu asgjë.